Përshëndetje miq të televizionit Syri, fillimisht nga studio televizionit ton, më lejoni t'ju uroj Krishtlindje të gjithë juve besimtar katolik, të cilët sot festoni. Keni mbledhur në truezat e juaja familjare gjithçka të bukur, gjithçka e cila ju bën më të begatuar këtë festë, e cila në fundvit zbukuron ambientet e juaja familjare, rrit besimin dhe vlerësimin e juaj individual dhe kolektiv. Prandaj urime edhe një herë Krishtlindjet. Secili është simboli i Krishtlindjeve, çfarë do të thotë buzmi, cilat janë karakteristikat e kësaj feste kaq të bukur, e cila na bën të ndihemi mirë të gjithëve në fundvit, ne do ta bëjmë një bashkëbisedim të ngrohtë, miqësor, por edhe profesional me dy të ftuarit e mi të sotëm. Kam kënaqësinë të prezantoj Patër Ndue Kajtazi, mirë se erdhe, faleminderit që dhe kësaj radhe bashkëpunuat me ne. I shoqëruar nga krijuesi Angel Berisha, mirë se erdhe. Mirë. Do të flasim sot për gjërat bukura, gjëra të cilat simbolizojnë paqen, mirësinë, mirëkuptimin, dashurinë mes njerëzimit, sepse e tillë është Krishtlindja. Na ndajnë edhe pak orë nga festa e meshës së madhe të orës 12, ku gjithçka do të bëhet edhe më zjarrt dhe më e fuqishme. Çfarë është Krishtlindja sipas jush? Sa është e bukur kjo festë? Spari kemi të bëjmë me një ngjarje që e përkujtojmë, pra është ditëlindja e Krishtit. Pra Krishtlindja, nga flet vetë emri, është ditëlindja e Krishtit dhe përkujtojmë, nderojmë atë ngjarje të jashtëzakonshme, e cila ka frymëzuar këtë botën, por mbi të gjitha i ka dhënë edhe botës një rrjedhë të re. Edhe vetë fakti që tash jemi në vitin 2022 edhe gjithmonë e llogarisim 2022 vite pas lindjes Krishtit ose me lindjen e Krishtit. Pra gjithë bota ka të banë me një ngjarje e cila ka ndodhur para kaq viteve, pra në një vend të vogël në Palestinën e atëhershme, në Betlehem. Pra është një vend, tash i ka rreth 30.000 banor, Betlehemi, atëherë ishte një katun gati, ndoshta sigurisht një qytet shumë e vogël, dhe kemi të bëjmë me këtë ngjarje ditën e lindjes Krishtit. Aq bukur na përshkruajnë ungjilltarët, pra ata që e kanë përshkruar, kemi në Ungjill, në Bibël, në veçanti dy autorë të Ungjillit, Shën Luka dhe Shën Mateu, na përshkruajnë në detaje se çka ka ndodhur aty. Dhe kjo festë, pra festa e Krishtlindjes, ka të banë me figurën e Krishtit dhe ditën e lindjes së tij në Betlehem para 2022 viteve. Faleminderit. Angel, do të kaloja tek ju me që jeni krijues edhe me letërsinë jeni lidhur shumë. Edhe festat pagane në një farforme lidhen edhe me njohuritë nga fusha e letërsisë. Buzmi është një prej komponenteve ose simbolit kryesor të kësaj feste. Na fol pak për rëndësinë e kësaj feste, pastaj kalojmë edhe te simbolika e saj e deri pas kohë gjatë bashkëbisedimit edhe mënyrën se si krijohet ajo. E vërtet është se në letërsinë popullore kanë hyrë disa nga kultet të cilat janë përdorur më herët nga ajo letërsia gojore që kanë mbledhur nga populli më herët, kur është shkruar më pak, u fol më shumë, dhe ndërto shumë herët më shekuj është bartë edhe ky ritual i buzmit dhe ka hyrë edhe si studim në letërsinë popullore, pastaj është ruajtur dhe ekziston edhe sot për të mësuar nga gjeneratat të tjera, që një ndodhje, një ngjarje që sa herë ta kujtojmë, na kthen në një lashtësi të këtij populli, në adhurimin e dikurshëm kur populli kishte ndaj natyres, dhe më vonë feja, në këtë rast feja krishtere, e ka inkuadruar, e ka futur si prap kult brenda fesë sajne, për të ruajtur, ku unë mendoj se i ka bërë një shërbim të mirë, vetë flas për popullin tonë, mbase ka edhe në shumë vendet indo-evropiane që ruhet kjo traditë me zbehje të ndryshme, por po kthejna po ndalem te vendi jonë, duke ja ruajtur në emër të fesë, është ruajtur më me fanatizëm,
Dhe gjithnjë është ditë që është pagan, është para Krishtit, është e ndodhur në kohën edhe të Ilirisë së vjetër, ku popujt ku kanë adhuruar ujin, zjarrin, tokën, diellin, përbërëset, komponentët kryesorë, përbërëset natyrës, edhe të vetë njerëzit pa të cilët, dhe pastaj gjitha këto komponente i kanë datat gjërat e veta të adhurimit ndaj tyre. Dhe tash ato janë mbartur gojë me gojë. Dhe nga njerëzit të mençur të saj kohe i kanë marrë dhe i kanë kthy në letërsi popullore, duke ditur se s'pari kim pas letërsinë popullore të kryer nga vetë populli, kthehet më vonë në letërsi artistike të studiuar, të lumtuar më mirë. Dhe kur nuk shlyen ato. Dhe unë nga ky kënd i të mësuar i dikur, unë gjenerata tona, besoj edhe tani mësohet, i kemi ditur për këto festa, këto ngjarje, bile edhe në kohën e komunizmit janë mësu, janë ditë, edhe janë ditë se janë rujtë në krishterizëm. Mirë po, me qenë se ne kemi praktikuar fen, edhe në kohën e monizmit, edhe në kohën të tjera, atër kemi mësu ma shumë, dhe duke qenë praktikues, dim edhe më shumë, si kemi praktiku në për familjet tona dhe vetë etimologjia e kësaj fjalë të buzmit merret Çabej më të madhe, duke ditur se është një studiusi më i madh i gjuhësisë shqiptare, i gjuhësisë, atëherë ai e ka dhe buzmin dhe e përdor si fjalë indo-evropiane shumë të lashtë, e përdor edhe më herët nga vetë fjala buzm, dhe unë e bëra prapë një studim më të thellë pse buzmi, domthon vetë si etimologji është shumë e lashtë, shumë e hershme. Pastaj, si natyrë apo si praktik e funksionimit të tij shtrihet në përvendet të ndryshme të Evropës, ku frati ka kompetencë ma shumë me folë, dhe ta zbërthej, dhe i ku shkon ajo, dhe i një liri, ndërsa dhe sa flas të përvendet tona, nga studimi, kom pa se është ruajtur, ruhet sot, edhe pse në forma të ndryshme. Bëhet se njerëzit mujnë me parë në televizion, mujnë me lexu nga interneti, mujnë me ndëgju nga disa njerëz, ai ndryshon prej vendit në vend. Pastaj ndryshon ndoshta brenda një komune, pastaj ndryshon brenda një rrethi të ngushtë, se si bëhet. Por ka të njëjtin gjenezë, të njëjtin kuptim, të njëjtin shpjegim. Ndryshimet bëhen si rezultat i kulturës vjetër tradicionale dhe transformimet kanë lëvizur. Janë bërë transformimet nga njëherë nga familja kafirën, por ka një kuptim. Një kuptim. Hyrjen në fe, rujtjen të cilën ja bën besimi krishterë, si një kult i lashtë, pagan po jetë shqiptarë në këtë rast, dhe ai na bartë edhe ne edhe identitet të lashtë, si e kemi bartë në përsheku i këtë tash. Me siguri gjatë bisedës dhe ta shpjegojmë më vonë si bëhet ai. Kuptohet. Padër, më trego, cila është ajo veçantia e buzmit për shembull që bëhet në familjet shqiptare në raport me vende tjera? Angeli do t'ja lëmë si bëjmë ne këtu, por në raport me vend kultura tjera. Pra së pari, kësha dasht me ndërlidh, kemi të bëjmë mes pari me ditëlindjen e Krishtit. Pra, kjo është baza, kjo është qendra. Dishka është më rëndësi, që ne duhet ta dim, te popujt e atëhershëm, edhe te popujt i lirë, por edhe te popujt i rëmak, e në perendurin rëmake, ishte një fest që festoj në këtë kohë. Sepse kemi të bëjmë me fillimin e kthimit të diellit ka zgjatja ka vera. Pra kemi solstitin dimnor dhe ishte festa e diellit. Kjo ishte një fest shumë e madhe para ardhes së kristianizmit, pra para ardhes Krishtit, edhe kisha e atëhershme, edhe pse kishte fillu ta feston ditëlindjen e Krishtit, kishte vështërsi ta zhdukte këtë fest pagane të diellit. Pastaj, dikush, aty i mençur, e ka marrë, ka vendos festën e ditëlindjes së Krishtit në këtë ditë. Sepse ishte festa e diellit, edhe tashti me besimin e krishterë, dielli i ri, dielli i vërtet, që ndriçon e shndrit shpirtin e njeriut edhe rasin njerëzore, është Krishti. Edhe e marrin e vendosin këtë fest në festën e vjetër.
sepse ditëlindjen e Krishtit ne sakt nuk e dim. Po. Edhe ata që mirën me këto gjëra thonë ka mund të qetë Simbolisht 24-25 vjetor. Po, jo, pikrisht ata që mirën me studimet e kësaj dite, mendojnë se kjo ka ndodhur pranverë. Por ajo nuk është shumë e rëndësi, është më rëndësi se ka ndodhur. Dhe kisha e merre vendos pikrisht në festën që ishte festa pagane e diellit, që ta vënë hije ose ta largon jashtë popullit ose shpirtit njerëzor atë festë që ishte pagane dhe ta vendos festën e ditëlindjes Krishtit, edhe kështu këtu edhe ka pas sukses. Pastaj, duke pas parasysh se ishin rritet e ndryshme të lidhura me festet pagane, kishte edhe rrite pagane. Ndër rritet pagane është edhe rriti i buzmit. Po. Këta që ka e ceku Angeli është një vërtet, sepse krishterimi e merë traditën dhe rolin e asaj, e merë buzmin, ta quajmë e kristianizën, e ban diçka të krishten, edhe ta shetutje pra. Ta shetutje do të bëhet si diçka e shenjtë, edhe do të ruhet me fanatizëm edhe brenda për brenda kishës kudo, në veçanti kishës katolike. Kështu që unë i falenderoj të gjitha ato familje që në natën e Krishtlindjes, pra herët mëngjes dalin, malë edhe prejnë buzmin, pra drurin, si në rastin tonë, këtu që kemi qarrin, ose në vendet e tjera ka një dru tjetër, një bim tjetër, edhe e ruin atë. Edhe e kemi lidhë ngushtë, e kemi ba një ngjitje të asaj të festës së Krishtit dhe të buzmit. Pra tash në këtë rast, të besimi krishten edhe të tradita, tash edhe buzmi ka diçka ka tipare shetnie, ka shetnie se vjen në familje, ai hyn në familje. Edhe këto rite, pra që fillojnë me mëngjes herët gjithmonë natën e Krishtlindjes, kur dalin burrat edhe prejnë atë qarrin, atë buzmin edhe pregadisin, pastaj në mramje e marrin e vendosin në vatër, në zjarr, në votra aty, edhe është si pregaditja asaj se po vjen Krishti. Pra, e bukura gjithë kësaj është se orientimi është shumë i mirë. E bukura e kësaj është se atërit që ishte i vjetër, që e tregon edhe lartësinë e popullit tonë, nuk e kanë gjujt, nuk e kanë hedh, nuk e kanë largu prej asaj që është diçka e këtij populli, por e kanë marrë, e kanë kristianizuar, dhe të themi në mënyrë pra figurative, e kanë marrë, e kanë pagzu, edhe e kanë futur, e kanë bërë pjesë të festës së Krishtlindjes. Kur e patëm fjalën që ceku Angeli, edhe popujt e tjerë kanë diçka të ngjashme. Në veçanti kanë popujt e Ballkanit, që të gjithë kanë origjinën të fiset i lire dhe popujt i lirë. Edhe sot e kësaj dite, edhe sot, pra, tashti, në vendet e tjera, prej kur rrjedh lumi Savës, pra pjesa jugore, prej Zagrebit, edhe ku shkon deri lumi Sava, deri në Beograd e tutje, pjesa jugore poshtë, Bosna, Hercegovina, Dalmacia, Malizi, Serbia, Kosova, vendet e tjera, Macedonia, të gjithë e kanë këtë tradit. Pikrisht, kjo tradit është tregon traditën i lire të asaj kohe. Me kristianizimin e këtyre popujve, edhe me ardhjen e popujve të tjerë slavë në shekullin e 6, 7 e tjerë, edhe me fillimin e slavizimit të popullit i lirë, se ne kemi pas një tragjedi, populli i lirë është slavizuar në gjitha këto troje. Por, për çudi, çështja e buzmit ka mbijetuar edhe të ata. Te popujt slave kemi badnjak, ose edhe ne të popujt serb që e festojnë pak më vonë festën e Krishtlindjes, kemi gati të njëjta tradita. Çka tregon kjo? Kjo tregon se ata i kanë ruajt edhe ai popull i cili ndoshta ka humb identitetin e vet iliro-arabnor, ka ruajt to tradita dhe janë shumë të ngjashme me ato që i kemi ne te populli shqiptar në pjesën katolike. Por, kisha dashur me shku edhe më tutje, sepse festa e diellit para lidhjes Krishtit është, për kur ishte pagane, por pra kemi të bëjmë me solstitin dimnor, ishte edhe të popujt e tjerë. Edhe, kur flasim të ne, kur e kemi këtë buzmin, si të regon
atë drurin i cili sjell jetën, sjell zjarrin, zjarri është dritë, zjarri është jetë dhe njerëzit mund të mbijetojnë në këtë kodimni, që janë ngrohë në vatër me bungë, me qarë, me dru i tjerë, këte kemi edhe të popujt e tjerë edhe skandinavë, edhe të popujt e tjerë anglosakson. Tali që kemi të bajmë me këto përzimin e kulturave, ata e marrin pishën, e vendosin pishën, bredhin, edhe e fusin brenda. Praktikisht që kemi këtë bredhin pemën e Krishtlindjes, kjo pema Krishtlindjes, kjo pishën që e marrim ne stulisim, kjo nuk është tradita jona. Këte kemi marrë për televizionit, që kemi pa se popujt e tjerë pra verior, ata e kanë atë tradit, edhe në ti pa ne kemi kopju ata dhe ne e marrim, e fusim, atë bredhin e fusim familjen tonë ose e vendosim midis shtetit. Ajo nuk ka tradita jonë. Okej, është e bukur krejt ajo, por ne kemi tonën, ne kemi pikërisht buzmin. Është buzmi ajo që ka popujt e tjerë që e kanë me bredhin e Krishtlindjes, ne kemi buzmin e fusim në familje, ndizet edhe vazhdon e rituali, që tashmë atë themi ka marrë edhe dimensione të shejta. Gjithsesi, faleminderit. Angjo, të bëjmë më praktike, çfarë përfshin ky buzmi? Po të hysh edhe të lexosh edhe të komunikosh besa edhe në bashkëbisedim me të tjerët, she që duhet ta bëj një person i gjinisë mashkullore. Buzmi është nga pema, ai druri është quhet buzm. Pse gjithçka lidhet me mashkullorën këtu? S'do të theja gjitha lidhen me mashkullorën, nga se me që e praktikoj edhe vetë këtë tradit, tërë familja, edhe nëna ime dhe gjithë marrin pjesë, janë një 2-3 akte më të vogla, nga se aja dy forcë fizike, dhe atë forcë fizike du të bëj një mashkull. Për shembull, zgjedhet lisi, të ne, si që tha frati, zgjedhet qari si dru më i qëndrueshëm, dhe me qëllim zgjedhet druri më i qëndrueshëm për qëndrueshmëri të jetës, dhe si që thash në fillim, çdo gjë lidhet rreth adhurimit dhe rreth falënderimit dhe rreth kërkesës që dikur ju ka bo natyrës dhe më vonë lidhet me krishtërimin dhe pastaj lidhen që të dyja që i bëhet me u kthye ka dielli kthehet tokës, aq bukur e thënshin pleqtan, po i kthehet dielli tokës, e dielli ngrot tokën, toka ka më na dhënë frytin, po i kësaj tokës kena me jetue. Domethënë lidhet adhurimi me ardh diçka bukur dhe nuk mund ta bastardojmë që lidhet vetëm rreth ushqimit, po gjitha këto janë pjesëpërse të jetës, domethënë po vin ushqimet me jetu familja. Pikërisht në kohën kur s'ka pas industri, në kohën kur s'ka pas zhvillim të madh ekonomik dhe jeta është lidhur prej frutit të asaj toke ku kanë jetu. Dhe prej atij dielli që ka ngruar tokë, dhe prej atij uji që ka ujit. Ky ka qenë adhurimi më herët dhe tash lidhen bukur, si që tha frati, edhe datën e Krishtlindjes e kanë vue pikërisht në atë kohë kur është koha më bukur, kur po vjen diçka re. Do më thonë, e kemi, nëse shkojmë të gegnishtja, të gjuha vjetër shqipe, është knellja, po knellet, këndelja, ndryshe merr më vonë një transformim të kësaj fjale etimiologjike. Dhe une thash me siguri edhe këshëndelja, se kom pasi gjithë ne Blit e Bogdani e hasi, thot, po vjen knellja, aja gjuha vjetër është shkruar. Knellja, këndelja, këshëndelja dhe vetë fjala dikush thot pse Krishtlindje, pse këshëndell. Unë e lidhi me këshëndelje. Do më thonë, po ke kthjellemi, apo në gjuhën tjetër po kthjellemi. Po kthehemi ka ngroja, ka dhe tash lidhet me zjarrin. Si që tha frati, lidhet adhurimi se po ndodh pikërisht në një kohë kur moti më i ftoftë. Dhe gjitha këtu janë rituale që ju kanë bë adhurimit kërkesës me u kthy më art. Tash, si praktik në shtëpinë time e kom pa dhe në popullin ton, thash me do ndryshime të vogla dhe këtë e tha me qëllim të shikuesve, të ndëgjuesve, nëse kanë me pa 2-3 forma shkakja, domethënë ne shumë gjëra kemi që kanë mësuar transformime në vende të ndryshme se u bë sipas mundësisë që ka. E ka këtë mundësi, nëse s'ka me qenë lisi, dikush e ka bë me arrën. Dikush bëli hase aty ka bë me drurin e mollës, me një nga drujt më të qëndrueshëm. Frati tha kanë bë me pishën,
pisha ka qenë a elementi cili ka hyrë në shtëpi, domthon diçka po vjen. Nga se në Skandinave është më druj cili është më i rritur, më i publikuar, më dominant, apo ndoshta edhe mungon qarri. Pse të një qarri, baba më ka marrë mu në pyll, në mal, edhe më ka thonë, du ta marrësh drunin më të drejtin, thëmon sa më i bukur. Pse i drejt, sa më e gjatë jeta, sa më e drejt jeta, sa më e bukur jeta. Pa nyje simbolika. Diku vehet një dru, diku 2, diku 3. Unë e mbajnë men 3 drun, të cilët i kemi marrë në mal. Kanë qenë jo të gjatë, nuk e di për metrin centimetrave, dhe tash, diku është një deg më gjatë, por si do qoftë, është druri, lisi, ai që po vjen. Pse druri? Druri ka simbolin e të fortit. Prej drurit o bë dhe banimi, o bë dhe ngrohja, janë bë dhe elementet e vegla të punës, janë bë të që të gjitha. Pastaj ka dushkun. Pastaj unë hasa gjatë studimeve të mia kom pa që diku t'jen me dushk, që t'jen druri sa fryte, aq më shumë të ka familje. Tani kemi kthye atë pse femra, pse mashkulli. Mashkulli i pari po duhet forcë fizike me pru drunin. E tash, mos ta mohojmë kur se ka qenë më shumë adhurimi që të ka sa më shumë mashkuj, prap kthehem mashkujt ka më shumë forcë fizike të punohet tuka. O dash të punohet tuka. Dhe ata o dash më shumë e bu fuqia mashkullore. Edhe ajo. Por asnjëherë së përjashtu s'është diferencue femra nga familja. Unë e mbajnë mend kur baba krynim ritualin aty në familje, të thënte e merrte tash plakën gruën e vet, eja t'ja bëjmë tash e te o gjaku, të zjarru, ku o dasht me i fut ata 3 droj, 2 droj, 1 droj, si do ka qenë dhe mundez ata, mu kall. Do më thonë, ata tash me dhonë ngroje, me dhonë flak. Pastaj, me atë ndezin e tyre, i kanë rritur 2 skaja të drunit, me i marë, edhe të nesërmen, me ba një ritual tjetër të pemt. Prap pema o frydhonse. Dhe më thënë, vazhdojnë rituali edhe të nesërmen. Me çdo gjë që ka më ushqy familja. Dhe diku pas 2 ditëve, diku pas 3, por të ne ka ndodhur të nesërmen. Dhe tani të çdo pemë, bili ka qenë shumë interesant, ata e këmë su për i bleqve, këmë kanë marë, thët mere një dishka me ujë, thët mere një sopat, dhe ne do t'i kërcnuemi pemës, a do të bësha të preva. Unë tash e ktheja përgjigjen se mos e bën, a bën po, ja kem hudh dhe ujë. Do më thonë, e kemi ujit. Tash nga doli uji. Herë ke druri, ke dielli, ke forca, nga doli uji. Edhe unë e kom praktikuate. Dhe kështu që të gjitha pemt. Dhe tash ka ndonë të një pemt ku o pasi ajo është tha, dhe thët jo këtë të ta prem që të ka një mështi. Tash hasa një ritual diku ku shkën plaku dhe fëmija. Dhe tash ajo plaka, gruaja i thët, plakut largov ti, do më një i moshuar, fëmija ka më ullë këtë dru, se ka me pru jetë të re, ka me pru gjallëri jetë të re, ka ma shumë fëmi. Tash, është një veçantë, kur ka hy buzmi në dhomë në shtëpi, tash, unë e mbajnë men një këngë popullore, një vjezh popullore, një recital popullor, buzmi ka qenë mysafiri, kthehet në shejt, si tha frati, lidh me shejtërinë e figurës Krishtit. Krishti është i shejt, Krishti është i adhuruar, dhe buzmin pe bëjmi gati sa Krishtin, po vjen. Tash te populli shqiptar, buzmin e kemi qytë mysafir, po vjen mysafir. Dhe i kemi kërku, oj zoti shtëpis, një këngë vjetër, Çeliaderën Jabangjis, se po djem me këmbë të mbarë, me buzmin bojar, për festet e motmotit për gjithat mirat të Zotit. Dhe tani po shoh diku tjetër se i kanë disa këngë të tjera. Dhe tash, buzmi vjen mysafir. Dhe e pyesin, e quajnë bojar, po vjen bojari, po sjell diçka të bukur. Mysafir, dhe po sjell, çka na ke sjell? Dhe tash përgjigjet ai që bëhet buzmin thotë gjithat mirat të Zotit. Po shka? Është dasht me thonë sa ma shumë familje, mashkuj, faktikisht edhe vajza, e buk, bereqet, kemi pru. Në disa vendet, hasa në studimin disa vende në Bjeshk, kanë jetu prej dhis, prej lopësat kemi pru dhi, kemi pru dëmon, atë që është kultivu, atë që përdo, atë që ka pas ma nevoj. Dhe tash, çdo gjë po sillet e bukur.
leja ti sa dush, ose heqja fes, ose leja krishterizmit, po sillet diçka e bukur me një këndellje, një ardhje re, një jetë re dhe fryt buk për të ushqy. Pastaj në përvende ndryshme ja kanë inkuadru, ja kanë lënë afër edhe shumë kërkesat mira të tjera jetësore. Po. Jo, unë kisha dashur me shtu këtu pak te enjëni. Ka plot me shtu. Po, kjo është ditë shumë e gjatë. Bashkë ditë unë bjen dorë një dorëshkrim që e kishte bërë Gjeqovi, Shtefen Gjeqovi në vitin thot me 12-1926. Thot buzmi në zym të hasit. Edhe pikërisht i shkruan këto gjëra që ne i them, thot natën e kështellave, marshit, thot shumë si i meshkujve në ketan, marshit e shtëpis, do të dalin në mal për ta pre buzmin. Dru qarri, i lis, si të jetë shtëpia. Thot, në kuptimin të ashtë i këtu, thot, nëse është shtëpia vogël, nëse është shtëpia një shtëpi, le të mirë buzmi vogël. Nëse është shtëpia madhe, le të madhe, thot, buzmi trash. Shtëpia trash, buzmi trash. Tash dikur pastaj i vazhdojnë me këto. Enjëli e ceki aty, të ne, buzmi është vetëm ajo pjesa parë. Por këtu Gjeqovi, tashti, unë e se e mbaj me, dhe sot e kësaj ditë ndodh, por Gjeqovi që e ka pakzu babën tem, këtë tregon, dhe është buzmi kryesor, por pjesa parë, ma e trasha e drunit, pastaj vinë ata tjertë, edhe natyrisht, as një pjesë, as një deg prej ati trungu që është prej, nuk është gjujt, edhe nuk e ka prej tokën. Gjithçka ka shërbi për diçka të caktuar. E kanë kthyer shenjë. Po e kanë kthyer shenjë. E kanë rujt, çdo gjë. Edhe ka një ritual aty. Edhe kur e prejnë, nuk guxon me ranë tokë ajo. Kur i mshon ti thot me të parë nëse se ki prej me të parë duhet me të tretën, që gjana të kota, por të duhet me majt pas me prek tokën. Kur nuk e prek tokën e marrin ashtu me gjithë deg, edhe vendosin dikut. Pjesa kryesore mund të jetë rreth 80 cm. Por edhe pjesët e tjera të drunit nuk hudhen ato. Edhe ato tashti kur dalin familja me bardh buzmin aty. Po në lidhe me këtë me të pyetjen që thotë pse ku është roli grave këtu. Roli është shumë i madh. I zoti i shtëpisë është në anën e djathtë votrës, zoja e shtëpisë është në anën e majt votrës. E gjithë tjerët janë jashta. Që ata që dikur po pikërisht do të gjithë aty. Edhe thotë kur thotë me çka po vjen. Po vim thotë me djeme me çika. Po vim me djeme me qika. Me automatizëm janë sepse djeme qika e pjesë e familjes ato, dhe Po që kanë lypë gjithmonë me shumë moshkuj. Ka si në ajo shqiptare. Ajo është këtë normale, unë besoj se edhe një nanë që është vetë femër, ka dëshirë me pas edhe ideal, sepse ajo pjesë e cila e trashëgon familjen, e ata punojnë, e mbajnë familjen, çdo send, gjithë ato gjëra, por në asnjë mënyrë nuk mbeten jashta ose larg pjesa e bota femnore, sepse ato jemi të lidhur prej nanave, edhe atëherë kanë qenë prej nanave. Pra, buzmi është thashë shumë interesant. Dikur kur tham dy pjesa, 1A, 2A, 3, gjithë ato pjesë e drunit thash edhe asnjë flet dushku nuk ka rënë tokë, gjitha janë marrë, edhe deri te fëmia më i vogël, i cili ka pas mundësi me ecë, e ka bart një rrem dushku, edhe na afruat te zjarri, edhe i kanë vendosur aty. Dikur çka ka aty të bukur? Tashti kur flas për kristianizimin e buzmit. Atë buzëm dikur e marrën edhe e gdhenin e bajnë një kryq në te. Tashti, sigurisht se para kristianizmit nuk e kishte atë një kryqit. Tash e vendosin një kryq. Dikur e vendosin një qiri, një fije qiri aty. Edhe tashti, këta që ka tha Erzi, ata e ushqejnë. Është lidhet ka tradita dikur e gatimit kulaçit e të ushqimeve tjera, të grunit i cili zihet, edhe ushqimet e tjera, edhe gjitha kur e vendosin zjarr, veçpari vendosin qirin, tash të qelë me si elementi krishterë, afër kryqit, por i afrojnë edhe kulaçin, edhe ushqimet e tjera të cilët familja i ka pas për ushqim për jetën e vet asaj kohe, edhe ka dale me gjitha ato bereqetet e tjera. Thotë, për shembull, te nana ime, ajo ka marrë edhe një lugë lyni ka qit, sepse ajo pjesë ishte pjesë e ushqimit. Pra, në këtë formë trajtu që tha Enxli, si një misafir, por në këtë rast një misafir i shenjt. Edhe kështu ka vazhdu rriti, thot Gjeqovi këtu në këtë dokumentin, thot në ditën e tretë, kur bat lama, tashti pjesa këtu rreth Gjakovës e kanë
Pasi kryet riti i buzmit, kryet darka, ty kur është besha e natës, edhe para mëngjesit, para sabajit, bëhet lama. E marrin lamën, bëhet një rreth i madh me kasht, prap e kemi pra rrethin me kasht, që është simbolika diellit, por tash atë kasht e bëjmë me një kryq, sepse e kemi tash një diell të ri, por dielli i ri për cilin po flasim, pra është Krishti, edhe vazhdojnë ato ritualet e tjera që kanë bën për me bujqësinë, me jetën, me gjithë këto gjëra. Domethënë, gjithçka është për një të ardhme, një ditë më të mirë, edhe në një farforme për një bekim familjar, se përderisa involvohen të gjithë, t'jep me kuptu që kryefamiljari don me involvu të gjithë antarët në mënyrë që me pas secili prej tyre rëndësinë që kanë familje. Më intereson me ditë, këto ndarja ushqimeve që vendosen aty, a janë të caktuara apo mbetet në dëshirën e familjarëve? Sipas vendit, si është zhvillu jeta, sipas bereqetit, çfarë ka pas në atë vend, nga se dy herë po e ceki, njerëzit mund të shohin verzione të ndryshme dhe secila e ka kuptimin e bereqetit që ndodhet. Për shembull, unë sot në klasë, derisa po pyesja, po diskutoja për buzmin, i kisha 3 nxënës, të tretë një besimi, ndërkohë që çështjen e buzmit ma të informuar në situata të ndryshme. Edhe kjo tash jam kurrështare me e ditë pse ndodh kjo. Për shembull, nuk jemi larg ku ka lind fratin Dukajtazi. Dhe aq më bukur se e ceki se Gjeçovi ja ka pagzu babën e këtij, domethënë i cili ka lënë Gjeçovën e dim një trashëgimi që ka lënë popullore të pashmangshme, veç na ka plotësu me plot gjona, gati si pas Çabejt ose i ka shërby vetë Çabejt dhe Bile edhe kjo deklarata ose ky shkrimi qenë ka pikrisht në kohën kur ai ka qenë duke mbledh elementet e kanunit. Dhe kjo është një nga pasëria, nga thesari, dhe në secilin vend ndryshon një nuancë e vogël si mas bereqetit që ka ndodhur. Ndoshta në kohën pagane kanë vu krejt diçka tjetër. Ku ta dim? Dhe kjo është temë tepër e gjanë dhe hasës shumë verzione, ani pse një gjenez ka, një kuptim ka. Por haset në shumë verzione. Në shtëpinë time është gatue pitja, është gatu me kungull dhe ajo pite ju ka vu së paku pitja, djathi i cili o kultivu prej blegtërisë tonë ku kemi jetu ne. Vera, apo rakia, unë e di më shumë vera, e cila tani në Krishtlindje përdoret më të madhe, edhe pse merr kuptimin jo gjak i Krishtit, ajo është fruti i rrushit. O rrush, të cilin e përdorim gjithmonë, është nga frutet i lire që u përdorur më të madhe, e ka përdorur faktikisht edhe Krishti, por është i përdorur edhe në liri, edhe është një nga pijet më të sofistikuara që mundet me pas përgjithësi jeta njerëzore. Tash, ne vemi 3-4 elemente, diku tjetër e vjen 3-4 tjera 5, dikush e vjen qirin, dikush e bën kryqin që të gjithë e vizatojnë. Dhe të më ndryshojnë këto elemente paka shumë të vogla, po ka të njëjtin kuptim e atyre që i cekem deri me tani. Veç po më intereson me ditë, kemi familje të cilat jetojnë vetëm, mund të jenë të moshuar, të dy bashkëshortët. Kjo është tani tash dhe ideja se me dala ta me marrë drurin e mos me preken tokë, mund të jetë e pamundur. Çfarë bëhet me këto familje? Po? Që ka tash unë këtë tash nuk kam shumë vite, po këto vite që i kam përjetu gjitha këto ndryshime që kanë ndodhur. Po. Kam përjetu kur familja jonë ka pas përbi 23-4 antarë, kur kemi jetu edhe me aqë bashkë, kam përjetu edhe kur kemi bet vetëm, edhe kam përjetu kur unë isha moshulli maj vjetri, maj madhi në shtëpi. Edhe të biseduitit me Angelin, ishim atje, të ashti, kur zvoglohen familjet, kur dalin tjerë, të ashti, dalin mëngjes me prej buzmin. Nëse një fashti familje vogël, ata e porosisin, ata thonë... Ose s'mundet më respektu tërsi, a e rritje si s'ka qenë. Ta të me po ndryshimin. Po të me po ndryshimin aty, thotë, ama prej një buzm. Edhe ata normal, në vend se me marrë një, i marrin 2 edhe për atë familje. Edhe i bëjnë shërbim asaj familje. I shërbim edhe e bim, vazhdo në ritualin njëjtë. Ta shti, isha diku në rrëth moshës
13 vjeçare ashtu, edhe duhej tashti plaku duhet me ulte o gjaku. Tashti, por e kisha nanën që ishte atë rreth moshës 50 vjeçare, por isha më i vjetër aty. Edhe unë me ato metë mia i them atij, i them një plaku dikuj shis. Një plak ishte rreth 70 vjeç. I them baca vjen ti për kur ne futim buzmin, a vjen ti për me ul aty te Se më i vjetër. Po si më i vjetër aty. Edhe me improvizu, shikoni vetëm traditës. po fillon me improvizu. Gjyshja ishte gjallë, gjyshja thotë, jo thotë, nuk s'ka nevojë thotë më ardhi dikush një mashkull tjetër me ul në shpiton, por ti ke me qenë plaku. Unë 13 vjeç, unë e ula në vendin e plakut. Ishte nana, ishte në një nanë, unë në dalë tjetër, ndërsa vëllezërit edhe me të vegjël, ata dikur e bartin buzmin. Çka do të thonë? Do të thonë se mënyra e jetumit sot i dikton këto që edhe ndryshimet që kanë më. Por votra, zjarri, gjithë ato prej moshës, prej para 30-40 vite, e deri sa ka ekzistuar raca njerëzore, ka pas ndryshime. Ndryshimet kanë filluar këto vitet e fundit, kur tash nxehemi me rrymë, nxehemi me pelet, nxehemi kemi nxehmjen aty në dysheme, edhe në format e tjera, ndërsa dhe atëherë ishte e njëjtë. Tash çka ndodh? Çka ndodh? Natyrisht ka dhe familje që nuk kanë mundësi me bën një gjatë tillë për këto rituale. Ai nëse jeton në katin e 7 atje në banesë, është e pamundshme ato gjitha. Por unë i luz vazhdimisht besimtarët që i kanë edhe Gjakovës edhe të tjerë që i kontaktoj, ju që keni mundësi, që e keni një oxhak, që e keni edhe një oxhak për ferlik, që bani tani për mysafire, për miq dashur, ju gjithë që keni mundësi, zbatoni këto rite, sepse janë rite, nuk themi të shejta, por janë rite që ne kanë lënë babe, babgjysh, e që 2000 sa vite. Edhe kishte me qenë tragjedia ma e madhe, gjenerata jonë, tash me shkput atë allkën e zinxhirit, cilën nuk ka pas... Ka qenë e vazhdueshme me Ka qenë pra që 2000 sa vite vazhdon ajo tradit, edhe tash me artën e me u zhduk ajo punë. Të paktën, nëse nuk kanë mundësi me ba se cilin familjen e vetë, kanë mundësi me umbledh mini familje. Nëse tash janë familjet e vogla, janë nukleare, ndoshta edhe më pak. Familje gjaku, me umbledh edhe... Me umbledh dikun ata ku ata i kanë mundësi teknike, me pas ka o gjakun aty, mblidhuni bashk, edhe bane futne buzmin, vazhdoni ato gjana, kur i përfundoni, mund t'jetë darka përbashkët, mund t'a keni darkën se cilin familjen tuj. A e zbe mos prezenca e buzmit ose ritualit të buzmit, natën festive? Jo, Edita, dëgja, se tha frati kjo është tem që mund bisedoj me orë të tëra, por ne nuk mund kulmin t'ja vemi, por ja që... e bëjmë një spjegim pak më të shkurt, ai tregimi që e bënin familje, për shembull, ne, tani po dal të pyetja, kur ishim para 30 vjetëve, 35, ishim 5-6 moshkujt pa martuar. Edhe tash, si çdo familje, si dënë me martu moshkujt, si që ka qenë atër edhe tani gjithmonë është mirë me qeni martuar, me kriju jetën familjare si dojnë, edhe tash, çka na keni pru? Ne flisnim atë që i kishim mësu. Tash, dikush për i shpisë të i ke thuni edhe menuse, ke marrë menuse, u të shke me thonë edhe menuse, edhe me krejt dëmon, të gjitha krijohen si pas nevojës. Tash, edhe sot ne dojmë i djellin, edhe sot ne, kur ishte pardja, ishte nota ma gjatë dhe filloj, nota filloj ma gjatë dhe filloj tani dita ma gjatë. Përfundoj nota ma gjatë. Do më thonë, fillu me u gëzu me njerë, se tani po vjen ngrotësia djelli. Dhe une, si fmi, me që kom moshën 60 vjeqare, e kom arrit atë kohën kur baba ju ka gëzu më të madhe se po vjen pranvera nga se ka fillu mu hargju breqiti, ka fillu mu hargju buka. Dhe tani bojmë bukën e ri, edhe fillojmë me mbill diçka me jetu. Dhe nga baba im, nga koha e varfëris, i kom kuptu edhe gjonat e hershme pse ka ndodhur këto në atë kohë. Domethënë për me jetu nga se s'mund të jetojmë pa ushqy. Duke mungue ajo industria, tani na vjen me industri na vjen gjana më të paketume, tash jeta e re që ka ardhur. Edhe plot familje në pikrisht në këtyre ditëve e ke pat me dritaret mbyllura, nga se kanë shku të familja tyre me jetu. Domthon aty s'po ndodh buzmi, një. Në disa familje kemi met nga 2-3 vetë, dhe tash, si tha frati një porosi, ajo është aq e bukur,
aq e mirë, sa që edhe identitetin ton, po arrujmi edhe të kohës, jo vetëm pagane, po të lirisë, edhe të prindve tanë, gjyshrave tanë. Po. Që disa recekem është lidhur me krishterizmin, por që është e bukur edhe për jetën të cilën zhvillojmë ritualin e jetës. Pastaj rrujmë diçka më të vjetër. Është modernizu çdo gjë në jetë, është modernizu edhe me sy këtë shka shojmë në për shtëpi tona, në familjen, rrugë, në barë gjitha kund, por disa nga traditet që në arrujnë të kalu me të kujtimin tonë, edhe nuk kërkojnë shumë. As nuk ka shpenzim, as nuk ka mundit madh, është një ritual që mund zgjat 10 minuta, por është veç një e bukur që të mos harrojmë tërësit kaluar. Kur jemi drejt fundit, kur përfundon rituali ploti i buzmit? Cila është koha kur llogaritet e përfunduar suksesshëm ky ritual? Kemi të banë pra, tash vetë emërimi i vjetër, kur kemi festën e Këshndellave, pra kemi shumës, më shumës, sepse festa e Krishtlindjes, e Këshndellave, e Këndelljes, zgjat 3 ditë. Edhe tashti, me përfundimin e festës, që është 3 ditë, përfundon dhe riti i buzmit, e cekenshli, kur nxirret, dikun nxirren ditën e nesërme, e dikun ditën e tretë, kur mirët ai buzmi, kur i afrohet se cilës pemë aty, edhe kërkon e kërcënon pemën, në mënyrë figurative, Po, si që tha që me dhënë frytet e veta, edhe vendoset diku me një degë peme, edhe aty mbet dikur. Pra me përfundimin e festës Krishtlindjes, përfundon edhe rituali i buzmit. Pra, sigurisht se ka qenë edhe atëherë, për para krishterizmit, ka qenë fest që o festu 3 ditë, njëjtë festat e Krishtlindjes vazhdojnë 3 ditë, si kanë fillu me festën e buzmit, edhe përfundojnë me te, edhe sigurisht se, pra, dikun të thamë edhe 2 ditë, dikun 1 ditë, por me përfundimin e festës e Këshndellave, përfundon edhe rituali i buzmit. Faleminderit. Për fund, Angel, personalisht juve, çfarë kënaqësie ju jep gjithë ky ritual? E keni përjetuar siç e thatë në forma të ndryshme, sepse reformimet e familjeve i kanë mundësuar një situatë të tillë. Sot, në këtë fest, cila është kënaqësia vetme që ju e ndjeni? Këtu ndodhin disa të bukura, fundi vitit, Krishtlindja, viti i ri, janë festa ku pa dallim feje që të gjithë këtër popullin, e pjesë të madhe të botës, i fut në një kremte. Tani janë lidhur edhe me jetën e përditshme që bëjmë, është një mbyllje kalendarike, mbyllje hajde të flasim viteve fiskale, ekonomike, mbyllje sukseseve, mbyllje e shumë proceseve të jetës që janë bë, nga se jeta është lidhur ashtu që të ka një ku administrative kur kryejnë apo kalendarike këtu. Tash, kur hape misionin, si që the, një muaj i ndryqimit, i dritave, i të bukurës, këtu vetë fjala si ndryqohet qyteti, shtëpia, familja, rrugët, takohemi, festojmë dhe një tjetrin, dhe më thanë, i lidhë plët kënaqësi tjetës, takimi me familjar, me miq, me krejt, pastaj migrimi, ardhja migrimit edhe ata e ndryshojnë pak kënaqësinë tonë, jetën tonë. Tashune e ceka njëherë se i buzmi në kohën kur kemi pas varfëri, nuk është e lagët kur i tërë populli ka jetuar një lloj, nuk kemi pas diferencë të madhe të buxhetit familjar, të ekonomisë familjare, e kemi përjetu edhe të ushqyrit nga se ta kthejmë njërë bisedën, në atë kohë edhe kafshti kemi ushqy që t'jenë ngjinme, të ngopura, të hajnë sa ma shumë se nata me lumë të rëma. Edhe u lidhër me ardhin e Krishtit, ardhin e diellit, por unë po e lidhë gjithë me ardhin e buzmit, me ndryshimin e ciklit, që po bëhet cikli i dimrit me ciklin e pranverës. Po kthehet dhe edhe vetë jemi ushqye prej të nesërmes. Ka disa vende që natën e Krishtit nuk janë ushqye dhe aq me bylmet, me ushqim kalorik, por festa edhe të ushqyet të neve. Pastaj e di kur sofër natën e Këshndellave e lam tër natën të shtruar dhe me bereqet, thënte nëna ime se vjen ndonjë udhëtar. Vjen dikush ushqen ne të ka mjaftueshëm, edhe për udhëtarin, për mysafirin. E kemi ushqyer dhe buzmin, e kemi dhënë të haj buzmi, e kemi konsideruar mysafir i shajt në taj. Do më thënë, jenë plëtsue plët gjana dhe sot plëtsohen e shohë të moshat të reja se është një ndryqim i jetës, qaj dielli, jeta, drita, që të gjitha jenë lidhë dhe ne japin një ngrëtësi
edhe tonën dhe familjare. Faleminderit. Jemi gati për sonte për meshën qendrore? Është gjithçka gati? Sigurisht se po, sigurisht se besoj spari të krishterët rrfehen, pastrojnë shpirtin që të vjen Krishti, sikur kthehemi në atë skenën e Betlehemit kur është shumë interesant këtë me ditë. Patjetër. Kur lind Krishti në Betlehem shkruan në Bibël, do të trokitën Maria dhe Jozefi trokitën e përdyrë të familjeve, edhe nuk gjetë vend, nuk pat vend për ta. Edhe thot Ku me lind? Po, s'ka pas ku me lind. Pra vjen Zoti edhe s'ka ku me lind. Edhe thot u strehun në një shtallë atje ku barit i runin delet. Edhe atje në strehu atje ka lind. Natyrisht, Krishti ka ardhur në mesin e njerëzve më të pastër në zemër, pra ata të njerëz të pamkat, pa njollosur. Edhe uroj që kjo festë e Krishtlindjes të vjen Krishti në zemrën e secilit njeri që është pa njoll. Uroj gjithë besimtarëve e gjithë njerëzve vullnet mirë me atë këngën e engjëjve. Kur ka lind Krishti kanë kënduar engjëjt, thotë lavdi Zotit në qiell, paqe njerëzve vullnet mirë mbi tokë. Është një porosi e mrekullueshme. Shumë. Me lëvdu Zotin në qiell edhe me uru paqe secilit njeri, secilës racë, secilës krijesë njerëzore, njerëzve që kanë jetuar në tokë, sepse me jetu në paqe është bukuria më e madhe. Ke ndonjë porosi për sonte kur festohet? Për shumë atanëve, gjithë ju që keni festën e Krishtlindjes edhe njerëz tjerë vullnet mirë, uroj që Zoti të fal paqen në familjet tuaja, në zemrat tuaja, edhe në Kosovën tonë, popujt e tonë, popujt edhe në mbar botën, sepse është festë e Krishtit që sjell paqe për secilin njeri. Angel, urime edhe njëherë nga ana ime që të dyve dhe gjithë atyre që festojnë, me dëshirën dhe urimin që gjithçka të shkojë mbar dhe gjitha këto që u thanë për buzmin të jetë pjesë së cilës familje në mënyrë që të bekohet dhe të urohet për ditë më të mira, ditë që sjellin lumturi, begati e mbi të gjitha dhe harmoni mes atyre familjeve. Ashtu edhe u bëft. U bëft, faleminderit shumë. Ndahemi këtu bashkë duke ju falendëruar për vëmendje, urime Krishtlindjet, qofshi të bekuar nga gjitha të mirat e këtij vendi. Mirëmbëjtje.